Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hithra, sekreti që shëron në dhimbjen e kockave një herë mirë, ja si ta përdorni. Keni dhimbje kyçesh dhe kocka, hithra është një zgjidhje e mirë dhe e lehtë. Lëngu i hithrës së freskët. Për këtë lëng, juve do t'ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajni ato me ujë të bollshëm. Më pas hidhini në tenxhere dhe lëreni që të marrë një val. Uleni zjarrin dhe lëreni të ziejnë për pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtojeni mjalt nëse dëshironi. Lëng me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaji me gjethe të thata dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Ziejeni për 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë e cila ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu gjithashtu duhet pirë i ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë ta ndjeni veten më mirë. Lëngu i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm. Për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve, hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe me magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet, të cilat gjenden pikërisht tek lëngu i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pjeje një efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë njëkohësisht po aq efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithnjë sugjerohet ta pini lëngun e hithrës për të përfituar sa më shumë prej tij. Si të shëroni dhimbjet e gjurit vetëm duke përdorur vezë? Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë sigurisht gjunjët, meqense na ndihmojnë me lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe njëkohësisht vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne i performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit, ju duhet që të veproni sa më shpejt, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që mund të sjellin tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç natyral shumë të rëndësishëm, i cili është në gjendje të qetësojë dhimbjen në gjuhë për disa minuta. Por jini të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet që të shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe njëkohësisht artriti. Hidheni një sy kësaj recete. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e verdhë veze, 2 lugë krip, fash elastike, udhëzimet. Rriheni të verdhën e vezës dhe përzijeni atë më pas me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni më pas direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Nga ana tjetër, keni parasysh se pambuku duhet të qëndrojë në zonë për të paktën 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktikë me fasha rreth 4 herë në ditë. Ekspertët thonë se dhimbjet e kockave apo kyçeve munden që të shkaktohen nga imuniteti i dobët i trupit dhe mungesa e aktivitetit fizik. Dhe në këtë video ne do t'ju paraqesim një recetë natyrale e cila është mjaft efektive në lehtësimin e dhimbjeve dhe gjithashtu në forcimin e kockave tuaja, si edhe të strukturës së tyre. Gjithçka që juve do t'ju duhet janë 2 lugë gelatin, 5 gram dhe një gjysmë filxhani me ujë të ngrohtë. Futeni përzierje në frigorifer dhe gelatina në pak orë do të kthehet në pelte. Pijeni këtë ilaç çdo mëngjes esëll. Ju mundet që ta shtoni atë në qumësht, kos apo çaj.
Gelatina gjithashtu ndihmon në reduktimin e dhimbjeve të shtyllës kurrizore, këmbëve, qafës e të tjerë. Ju gjithashtu duhet që të përdorni edhe trajtimin me gelatin për 1 muaj dhe mund të ripërsëritet pas 6 muaj. Në më pak se 1 javë ju do të vëreni ndryshime të dukshme në gjymtyr dhe dhimbjet tuaja njëkohësisht do të reduktohen. Përveç këtyre, gelatina ka edhe disa efekte të tjera, tërësisht të dobishme, si për shembull, forcon muskujt e zemrës, rrit metabolizmin, rrit aftësinë tuaj mendore, rrit elasticitetin e lëkurës, parandalon osteoporozën dhe osteoartritin, përmirëson strukturën e lëkurës dhe të flokëve. Dhimbjeve të kockave me sa duket nuk i shpëton askush. Ato mund të kthehen në një problem për çdo moshë. Kjo është veçanërisht e vërtetë në qoftë se dhimbja është kronike dhe e vazhdueshme. Shkaktar për këtë dhimbje mund të jenë një mori arsyesh të cilat e dëmtojnë përkohësisht ose përfundimisht kockat tuaja. Kjo recetë është mira vjeçare dhe gjithashtu është e rekomanduar dhe nga mjekët për lehtësimin e dhimbjeve të kockave dhe të shpinës. Për të realizuar këtë recetë do t'ju duhet 10 lugë fara liri, 5 lugë susam, 50 gram fara kungulli, 50 gram fara luledilli, 50 gram kokra gruri, 3 lugë rrushë të thatë dhe 1 kilogram mjaltë. Përgatitja: në një tas të madh përzieni që të gjithë përbërësit dhe pasi ata të jenë përzierë mirë, mbylleni masën e përftuar në një kavanoz qelçi. Merrni një lugë gjellë nga kjo përzierje para mëngjesit dhe para drekës. Kjo recetë do t'ju ndihmojë që të mbroni trupin nga osteoartriti dhe osteoporoza. Tendina dhe ligamentet do të jenë më elastike, do të rigjenerohen dhe ju do të keni më shumë fuqi. Dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë i përhapur kudo. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese, por shpesh kur këto ilaçe pihen me tepri, janë të dëmshme për stomakun edhe për mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve që nuk i dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim shumë të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyçeve që bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur me polifenol që shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ngadalson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjesi duhet më shumë kohë për të shfaqur. Vaji i ullirit përmban edhe substanca të cilat parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Ndërkohë, kripa e detit ofron një sër përfitime shumë të mira për organizmin. Ajo përmban magnez, i cili gjithashtu forcon indet. Mineralet e tjera të kripa janë shumë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe njëkohësisht edhe për shërimin e kockave dhe të muskujve. Kura me vaj dhe krip dhe përbërësit që do t'ju duhen janë: një gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurës: shtoni vajin e ullirit në krip dhe ujë dhe përzieni së bashku. Masën e përftuar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet të zgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që ta masazhoni zonën e prekur deri në 10 apo 20 minuta. Kjo kur duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.